Një vajzë ju drejtua thot një djetarit nëpërmjet mobilit, edhe duke ja parashtruar një pyetje. Duke tregu thot e kam një ankesë, edhe kam një zorë dhe një problem o ti djetar. Thot çfarë problemi? I tregon thot unë e dua një djalë shumë thot. 4 vite rishtazi thot, agjeroj une, falem, edhe përpiqem dhe mënua me ba ibadet dhe adhurime. Dhe i lutëm Allahu Gjereshanu në namaz që ai djalë që e du une të vjen të ma kërkon dorën time. Mirë po hoxh, një ditë dëgjova babën tem i cili më tha se ai djali me të cilin ki shpresa edhe ky me të martohesh është feju me një vajzë tjetër. Edhe thot atëherë thot e lash namazin, e lash edhe agjerimin. Audhu billah. Edhe firova ta urej vetën time edhe gjendjen time dhe ketë njerëz përreth meje. Subhanallah. Shëre, nga se ka pas të lidhë zemrën për njerëzit, për personin. Shëre, nga ti thot oj dëruar djetar, kërkoj që të ma mësosh se si ta përmësoj vetën time. Ky djetar ja kthen me disa fjalë shkurta, mirë po, me kuptime shumë të mëdha edhe të forta. Cilat janë ato? Ja drejton me fjalë të Allahut në Kur'an. Kjo është nuk është vetëm për këtë vajzë, edhe këtë prej neve të cilët e adhurojnë Allahun me interes, në favor të vetit vet. Kur ka interes, është favorin e vet, ky e një Allahun xhaleshanu. Nuk ka interes. Ky më nuk është as xhami, as me xhlise, as me Kur'anin, as me xhallar, as nuk do me një për Allahun xhaleshanu. Kjo veza këta ka pas, në interes e ka dhuru Allah. Ka fal namaz për mi dol kismeti. Inshallah sot po falna që këtë djalë tjetër fati. Po çe si ka dal, Allah i ka caktu kader me çetër kan. Po, unë nuk fal. Nuk ka xheroj, nuk e dua vetëm ndihmën, nuk e dua njerëzit. Çfarë këshilla? Kjo këshill për këtë njerëzit e ka përmend këtë dietari, ka thot hape Kur'anin. Edhe në suratul Hajj është një ajet dhe është kjo nasihat për ty edhe mesazh. Allah ka thënë Kur'an, "O minan nasi men ya'budu Allah al-harf." Janë disa njerëz të cilët adhurojnë Allahun me mëdyshje, me interes. Nuk janë serioz me Allahun xhaleshanu xhalla xhelalu. Po me kusht. Unë adhuroj Allahun me kusht. Nëse Allah më fshet, unë fali namaz. Nëse Allah më jep parë, unë vazhdoj. Nëse Allah më jep shtëpi, unë vazhdoj. Nëse Allah më jep bukuri dhe shoqni, çore kush zon, ka një kusht me Allahun xhaleshanu. Po hiç pa i dhënë kusht Allah ka dhënë ty pasuri, vlat, pasuri, shëndet, të mirë rati. O minan nas me ya'budu Allah al-harf, janë disa për njerëz që adhurojnë Allahun me mëdyshje. O in asabat khairan itman bihi. Nëse ecën punë ka hajri, ka e mira, s'ka me këta. Mashallah, ec biznesi, ec e mira, ec punda, me këta s'ka kënë xhami. Fejnë asabat fitne, e nëse ka dhe një bela fatkeqësi dhe telashe, se ec biznesi, ju ka shtëpia, Allah ja ka marrë vladin, këtë sëmundje dhe telashe, in qalaba ala qibay. Kë përmbysët këtë mo, nuk e një Allah xhaleshanu, ha ç'kish ka ban? Khasira dunya wal akhirah, dhalika khusranul mubin. Që ky njeri ka humbur për dynjan edhe ahiretin, edhe që kjo është dështimi më i madh. Subhanallah. Kjo është me të vërtetë është mesazh, sidomos më shumë ti kjo ka lidhje me pikat ata njerëz të cilët i preokupon kismeti. Vin xhami mos po më pa vallë në kismet. Haj ka xhami e ban vaki, bojnë gajret xhamati e dikush dëni vajzë, dikush dëni mes. E shese vjen xhami kur kush nuk e shton syt, as mall nuk e ban. Po sunës bajnë mall, edhe nuk vjen xhami. Çfarë ban i dhëm hakmori me Allahun xhaleshanu.